Mirë mbrëma dashur miq, mirë se takohemi sonte në këtë bisedë të radhës me mikun tim kolonel doktor Dritan Demira, i cili na bashkohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë ditë të shënuar për mbar shqiptarinë, në këtë ditë kaq të madhe për gjithë shqiptarët, ditë e cila shënon festën e pavarësisë Kosovës, një festë e cila u jit me gjak, u jit me shumë mund sakrifica, për kushtim, me vetë sakrifikim të njerëzve më të ndershëm të kësaj toke, të njerëzve të cilët sakrifikuan gjithçka, dhanë gjithçka, ofruan gjithçka, nuk u ndalën kur derisa bashk me të gjithë miqtë e Shqipërisë ja arritën të shkojnë në ditën e festës tyre të madhe, ditën e pavarësisë, nga historia e gjakut, e persekutimit, e nënshtrimit, e shkatrimit të makinerisë serbe të Slobodan Miloševićit. Pas një diskutim jemi në ditë të mëdha, të cilat duhet t'i kuptojmë tashmë në një trajektore tjetër. Jemi në këtë vit e festojmë pavarësinë e Kosovës në trysni tjetër, në peshën e zhvillimeve të jashtëzakonshme ndërkombëtar. Kështu e kemi festuar gjithmonë, kështu e kemi kuptuar gjithmonë. Por sot jemi në një moment të ri historik dhe ne duhet të kuptojmë cilat janë sfidat e kësaj pavarësie. Çfarë është kjo pavarësi? A është ajo pavarësi e qëndrueshme apo mund të jetë në rrezik? Sepse bota po transferohet nga një rend i vjetër botëror në një rend të ri botëror, që askush nuk e di se si do të shkojë loja. Jemi në rrezik apo duhet të flem të qetë? A ka vend për qetësi? A ka vend për panik? Fati i Kosovës, fati i Shqipërisë, fati i shqiptarëve është në udhkryq të madh historik, të cilin duhet ta kuptojmë mirë, dhe bashkarisht me kolonelin Dritan Demiraj kemi disa kohë që po përpiqemi të hedhim dritë në situatat makro dhe më pas në situatat mikro këtu në Ballkan dhe në Shqipëri, për të kuptuar cilat janë sfidat e vërteta të shqiptarëve në këto momente. Nuk ka asnjë diskutim që liria ka emër. Ajo është UÇK. Liria ka emër, është Adem Jashari dhe të gjithë ata të cilët dhanë jetën e tyre. Por shqiptarët, pasi e morën vesh se kush ishte emri i bukur i lirisë, ata sot duhet të gjithë bashkë të mos harrojnë kurrë se edhe tradhtia e ka një emër. Dhe ne, nëse nuk e dim, duhet ta mësojmë se cili është emri i tradhtisë, në mënyrë që ta gëzojmë lirinë sa më gjatë. Ne nuk kemi për ta përjetuar, as shijuar, as kemi për ta injektuar lirinë tek venat dhe të damarët tonë të gjakut, as tek hollet e kujtesës tonë historike, pa e kujtuar edhe emrin e tradhtisë. Në qoftë se nuk duam të prishim festën me emra tradhtie, le ta skalisim atë tek memoria jonë shpirtërore, mendore, intelektuale, historike, në mënyrë që ta shijojmë sa më gjatë lirinë dhe ta konsolidojmë atë. Hym direkt në temë, kolonel, mirë se erdhët në bisedën e radhës në këtë ditë të festës së pavarësisë Kosovës, ku festojmë në rrethana të rrezikshme, të veçanta, nëpër cilat kalon bota. Bashkarisht do të shohim çfarë po ndodh në Kosovë, në Shqipëri dhe në gjithë botën. Mirë se erdhët, kolonel. Mirë se u gjej dhe gëzuar pavarësinë e 18 të Kosovës, suksese këtij populli që ka vuajtur kaq shumë në regjimin kriminal të Miloševićit dhe që ka gjetur forcën shumë herë më shpejt se qeverisja e Shqipërisë dhe e vendeve përreth të integrohet, të reformohet, të performojë në një listë të gjatë vendesh suksesshëm, më shumë se sa një pjesë e vendeve që kanë demokraci të prej një kohe shumë më gjatë, dhe shpresojmë dhe urojmë që sa më shpejt të na kthehen në Shqipëri, në Kosovë,
Gjeneral Recep Selimi, Hashim Thaçi, Veseli dhe Krasniqi. Dakord. Kolonel, të bëjmë ca pyetje të rëndësishme. Jam shumë i lumtur që pash atmosferë festive sot në Prishtinë, pash mobilizim, pash dashuri, pash respekt, pash fest dhe protest. Fest sepse ne kemi të drejtë sot të gëzohemi që fituam pavarësinë me gjakun që u derdh. Por kishim dhe protest për këtë padrejtësi historike të re që kurdiset ndaj shqiptarëve sot. Kolonel, a është Kosova realisht e pavarur apo ne po përjetojmë një iluzion dhe po kënaqim veten? A mundet të jemi të pavarur apo Kosova është thjesht formalisht e njohur si shtet? Çfarë duhet t'i themi shqiptarëve në këtë moment? Sigurisht që Kosova është e pavarur, është tashmë e njoftur nga më shumë se sa 100 vende, Mhm, një pjesë e madhe e këtyre janë vendet me demokraci të konsoliduar, dhe ajo mhm, që ka rëndësi më shumë se gjitha, kemi mbështetjen e Yllit Polar, vendit që është vendi orientimi ndaj të cilit do të jetë i padiskutueshëm i të dy vendeve shqiptare, pra kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat e mundsuan krijimin e shtetit Kosovës, vazhdojnë ta mbështesin në të gjitha reformat e saj, jo vetëm politike, diplomatike, por edhe në fushën e sigurisë, por sigurisht. Momentin në cilin kemi hyrë tashmë gjithë bota është një moment delikat, moment në cilët do të ketë një rend të ri botror, ku 3 aktorët kryesor do përplasen me njëri tjetrin për interesat e tyre kombëtare në mënyrë që të mundsojnë të futen, të nxjerrin dhëmbët atje ku ka interesa. Sigurisht, ne kemi diskutuar edhe në këtë platformë, por edhe në platforma tjera, që fati i madh i shqiptarëve është orientimi ndaj Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe strategjia e sigurisë kombëtare e vitit 2025 në dhjetor të 2025-s e shfaqte Ballkanin Perëndimor, Shqipërinë dhe në mënyrë të veçantë Kosovën, plus disa reforma dhe disa ligje të tjera, të cilët e formatsojnë përfundimisht Kosovën, Shqipërinë dhe Ballkanin Perëndimor në sferën perëndimore. Por kjo nuk do të thot as pak që ne duhet të flejmë gjumë dhe duhet të mendojmë se nuk kemi rreziqe dhe kërcënime, për shkak se ato po paraqiten çdo ditë më shumë. Jo vetëm nga Serbia, por edhe nga një pjesë e vendeve të rëndësishme në politikën e ardhshme botërore që qëndrojnë brapa Serbisë. Kolonel, sa po thatë diçka shumë të rëndësishme. Shtetet e Bashkuara mbeten ylli polar i orientimit gjeostrategjik të shqiptarëve. Propaganda, lëvizjet, pllaka tektonike në Ballkan kanë lëvizur shumë. Në trojet tona tashmë ka njerëz që thonë, jo, ne nuk e duam më Amerikën, do bëhemi me Kinën, do bëhemi me Rusinë, sepse flasin mediat, YouTube-i, portalet, propaganda ka fillu, bëhet një lojë e madhe, një investim i madh. Ju thatë diçka të rëndësishme, Amerika po përplaset me dy fuqitë e tjera, rendi i ri po botror po vjen. Në këto kushte, kolonel, Amerika është nëna e pragmatizmit dhe ata që kanë shpik pragmatizmin. Ju sapo thatë që presidenti Donald Trump na ka vënë tek strategjia e sigurisë kombëtare të Amerikës. Në qoftë se fuqitë e mëdha, Rusi, Kinë dhe Amerikë merren vesh, kolonel, dhe nuk shkojnë dhe evitojnë përplasjen që mund të jetë shkatërruese për gjithë ata, a rrezikojmë ne shqiptarët të shkojmë për kusur? Jo, unë nuk besoj që rrezikojmë, për Përse? shkak se po të ishim në një zonë si zonat e lindjes mesme, po të ishim në një rajon tjetër siç është Tajvani apo në vende të tjera me rëndësi shumë të madhe gjeostrategjike, edhe mund të rrezikonim. Por duke marrë parasysh bashkëpunimin, duke marrë parasysh strategjinë e sigurisë kombëtare, duke marrë parasysh mbi të gjitha këto që thash pak më parë, investimet dhe interesin amerikan për avancimin e demokracisë dhe të bashkëpunimit të thellë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se përfaqësojnë një sipërfaqe të vogël
toke, në qëse dhe themi në raport me sasin e sipërfaqes që përfaqësojmë, interesi politik i Shtetet Bashkuara të Amerikës për Ballkanin perëndimor është shumë i rëndësishëm, nuk e lejon si sferë të Kinës në mënyrë të veçantë Federatës Ruse për shkak sepse është një rrugë kalim në të cilën kryqëzohen shumë interesa gjeostrategjike, por edhe të sigurisë gjeoekonomike të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Bukur. Ne shqiptarët, ju e thatë, kjo nuk do të thotë që ne do të fusim këmbët në ujë të ftohtë. Po manipulohet çështja shqiptare, kolonel, dhe në fakt humbja e sovranitetit, e pavarësisë dhe e kartave të forcës nuk është thjesht të vitë të pushtojë një armik. Shqiptarët në Shqipërinë anë, në shtetin anë, po dobësohen çdo ditë ka një kast politike që po i shpartallon plotësisht me shpopullim, me largim të njerëzve, me dobësim të shtetit shqiptar. A mendoni se kemi një rol të dyfisht në këtë moment, përveç se të ruajmë me rigorozitet orientimin strategjik, sepse nuk lejohen gabimet në këto momente? A kemi një rol tjetër ne që ti informojmë Amerikanët se çfarë po ndodh këtu, apo t'ja lëm gjithë në dorë Amerikanëve sa ata i dinë më mirë këto punë? A duhet ne të komunikojmë me Amerikanët si partner strategjik se ku po çalojnë shqiptarët dhe Shqipëria në këtë moment, apo do themi i dinë ata këto punë edhe neve vetëm shohim se çfarë do të zbresi nga qielli, hotele, shtëpia, panolina, kështu, çokolata, Coca-Cola, mish i pjek, biftek. Më lejo të falenderoj për këtë pyetje, sepse nuk e di se si të doli, apo nuk e di, por Jo, vim natyrshëm, biseda jonë është e natyrshme, është pas skenar, pa. Unë përpiqem, kolonel, të bëj pyetjet e njerëzve, aq sa mundem. Përpiqem që të hyj tek mendja e njerëzve që na ndjekin, janë mira njerëz që na ndjekin në të gjithë botën, veçanërisht në SBA. Unë përpiqem të hyj ke truri i tyre, marr rolin e tyre dhe ta hedh topin ty. Ti pastaj gjun. Kjo ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Ajo që po ndodh, për te modestisë, që shikoj unë, është që pavarësisht se kësaj që thash pak më lart, për t'ju përgjigjur pyetjes tuaj, është tashmë kundërshtarët tanë strategjik kanë gjetë disa forma tjera. Nëpërmjet. Cilat janë këto forma? Nëpërmjet mbështetjes. Forma për të na godit, me i fjalë. Për të na shkatruar nga brenda. Forma cilat janë? Nëpërmjet vendosjes, emërimit, mbështetjes, financimit, përdorimit të të gjitha rrjeteve të mbidheshme dhe nëndheshme, të deep state-it dhe të organizatave të ndryshme, për t'i drejtuar shqiptarët nën drejtimin e Serbisë. Pikërisht kjo që po ndodh sot në Shqipëri. Dhe nuk është as pak e rastësishme që jemi nga të paktët që po ja u deklarojmë, po ja u nxjerrim të gjitha sekretet që në fakt kushdo duhet i kuptoj, politika e tyre e shpopullimit, e varfërimit, e mungesës ekonomike, sigurisë, e komunistizimit, e patronazhimit, edhe e përdorimit të karikaturave e disa budallëve të tjerë, nëpër mediat sociale, nëpër mediat prime time. Do vim ke budallët, kolonel, të rrim këtu, do vim ke budallët kemi punë. Tregon qartazi hallin e madh që i ka zënë me ne, të cilët ju denoncojmë dhe ju djegim këto skema anti-shqiptare. Nuk po ndodh asgjë tjetër, vetëm porosia e Çubrilovicit. Vendosin i shqiptarët, emronin kryet shqiptarëve njerëz që ja u nxin jetën, që i vjellin, që i shtypin, që i dhunojnë, që i zhvendosin, i largojnë masivisht nga vendi, dhe ne kemi arrit objektivin. Dhe pikërisht kjo është strategjia që po bën sot politika shqiptare. Do të vim aty. Kolonel, besoj e more mesazhin, e more përgjigjen. mesazhi.
por unë du ta bëj pak më të qartë që njerëzit mos mendojnë që ne të dy po flasim me kode. Të lutem ma ngrip vetëm pak kamerën atje përballë që të mos dali pjesa e kokës sipër asaj. Okay, dakor. Kolonel, do të vim tek metodat dhe skemat që po përdoren janë të tmerrshme. Ne po ja qerim maskën dhe do të vazhdojmë ta bëjmë natë për natë, ditë për ditë, sa të kemi mundësi. Shqiptarët kuptojnë, nuk janë budallë. Kosova, kolonel, e ka tashmë rrezikun më shumë nga Serbia apo nga pislëku i brendshëm që gatuhet në kazanin e madh shqiptar. Nga vjen rreziku më i madh? Të dyja janë rreziqe shumë të rëndësishme. Unë personalisht do t'i ndaja 50 me 50. Sigurisht nga Serbia, sepse Serbia do vazhdoj të përdori gjithë influencën e saj, mekanizmat, organizatat ndërkombëtare, por edhe dy mbështetësit kryesor, Federatën Ruse, e keni parë që Zaharova në një pjesë të madhe të rasteve i referohet Kosovës dhe aktivitetit pra të Shtetet Bashkuara të Amerikës për të justifikuar politikën e tyre kriminale ndaj Ukrainës. Dhe nga brenda, për shkak se nga brenda në dy qasje, do ta thoja, nga Shqipëria, nga politika që po ndjek Shqipëria në të gjitha rastet ose në shumicën e rasteve, duke tentuar haptazi për t'i futur thikën kryeministit Kurtit dhe qeverisë Kosovës për t'i bërë qefin Serbisë dhe palëve tjera, por edhe nga një pjesë e opozitës e cila ndoshta pa dashje po çon ujë tek mulliri i Vučićit dhe nga shqiptarët dhe nga shqiptarët e Maqedonisë Veriut Krishnik. Një pjesë e madhe të cilëve që bashkëpunojnë me kryeministin Rama për interes të Vučićit. Tashmë të diskredituar, një pjesë e madhe e popullit shqiptar në Maqedoninë i ka ignoruar krejtësisht me votë, pasi i mashtruan për rreth 15-20 vite, kështu që kjo është rreziku, është një anshëm, edhe nga Serbia, por në mënyrë të njëjtë edhe nga shqiptarët. Shqiptarët e Maqedonisë Veriut, ata të Shqipërisë, politikanët shqiptar, politikanët e Shqipërisë, politikanët e Maqedonisë Veriut dhe një pjesë e opozitës të Kosovës, të cilët ndoshta pa dashje po çojnë ujë në mullirin e Vučićit. Shqiptarët e Maqedonisë Veriut, kolonel, më kritikojnë her pas here dhe më thonë Kreshnik, ne ju shohim folin e gjë për ne se jemi të shit, jemi të braktis. Nuk kanë asnjë lidhje ata me Ramën, janë historitë e politikanëve. Ja, është historia e lidhjes që ka Ali Ahmeti me Ramën. Bravo, po, është historia e lidhjes e Ahmetit, Aliut me Edin. 100% objektivit dhe misionit e Edi Ramës. Shqiptarët e Maqedonisë. Që deshte emër, ja ta dhash emër. Shqiptarët e Maqedonisë janë dhënë përgjigjen Ali Ahmetit, kështu që nuk mund t'i themi se japin edhe më shumë gjatë viteve në vijim. Janë ata përgjegjës për këtë që ndodh. I përshëndesim vëllezërit tonë Maqedoninë e Veriut. Patjetër, përshëndetje. Janë njerëzit më patriotë që ka kombi shqiptar. Dhe nuk kanë për të qenë vetëm kurrë. Se më kanë thënë Kreshnik do flisni dhe i çik për ne se s'na prekni fare. Kolonel, Marco Rubio erdhi në Europë me një fjalim ndryshe nga J.D. Vance, zëvendës presidenti vitin e shkuar. Kosova është me plan qëndrese në këtë moment. Tirana ka plan tjetër, Prishtina ka plan tjetër. Do kthehemi tek vizita e Ramës në Prishtinë. Marco Rubio, sekretari amerikan, erdhi në Münih dhe i tha Europës, ne jemi bitë e Europës këtë herë. Pra erdhi me një timbër tjetër, ndryshe nga që erdhi një vit më parë J.D. Vance. Amerika po ndryshon qasje ndaj Europës dhe duan ta mbyllin këtë historinë e përçarjes, kolonel, dhe si mund të reflektoj kjo, apo është vetëm një lëvizje taktike momentale e Amerikës ndaj Europës? A mundet
Ballkani, siç ka qenë historikisht, të jetë një zonë e pazareve të mëdha ndërmjet aksit euroatlantik dhe Kinës edhe Rusisë? Absolutisht që jo. Spari, unë e shikoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të duhet të vazhdojnë jo vetëm ta mbajnë, por ta forcojnë më tej atë që njihet si aksi euroatlantik. Pra Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për shkak se një Shtetet e Bashkuara, një Amerikë e fortë, me një Europë të fortë, të unifikuar në politikën e jashtme, por edhe në sistemet, infrastrukturën e mbrojtjes, përbëjnë një mburoj gjithmonë e më të fortë ndaj dy linjave, ndaj dy akseve që po shfaqen agresive dhe më agresive, por edhe të unifikuara si asnjëherë më parë. Nga njëra anë Kina, nga ana tjetër Federata Ruse, por mbi të gjitha një aks Kinë, Rusi, Iran, Kore e Veriut dhe aleatët e tyre. Kështu që në këtë këndvështrim, sekretari Rubio edhe një 10 me yll kësaj radhe për këtë që bëri në Bashkimin Evropian, kësaj deklarate në Muni, për shkak se kjo deklarat i prish ëndrat vendeve dhe aktorëve antiperëndimor të cilët financojnë me të gjitha format për të krijuar sa më shumë një përçarje në Amerikë e Europë, qartë. Dy akse. Qartë. Së dyti, Ballkanin perëndimor kam një besim të patundur tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe tek Bashkimi Evropian, por shumë herë më tepër te Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për shkak se historia e popullit dhe e kombit shqiptar, në fakt, ka treguar që Europa është ajo e cila sa herë që ka pas interesa, madje edhe interesa krejtësisht minimale, e ka shitur, e ka coptuar kombin shqiptar, siç aktualisht edhe jemi sot. Pra Franca, Britania e Madhe, siç jemi sot ndarë në 5 vende. Dhe për ta përmbyll, unë besoj që pavarësisht kësaj që thash pak më lart, ajo që duhet që popujt shqiptar në vendet, në 3 vendet, kryesisht 3 vendet shqiptare, në Shqipëri, në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut, duhet të përgjegjësohen më tej, sepse nuk është vetëm kjo që sapo thashun më lart, mbështetja nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe interesat e Bashkimit Evropian, por do duhet që i vetë populli shqiptar të jetë i aftë të largojë ata lider të cilët i kanë shkaktuar dhimbje, vuajtje dhe në krye të tyre të zgjidhen njerëz të cilët i shërbejnë interesit kombëtar të këtyre vendeve, pra të kombit shqiptar në përgjithësi. Kolonel, çfarë do të thotë rendi i ri botëror për Kosovën e Brisht në këtë moment? Flitet shumë për rend të ri botëror, flitet shumë për situata të reja, flitet shpejt për zhvillime të mëdha që do të vinë. A mjafton sot, kolonel, në botën e re që po lind, a mjafton të kesh të drejtën historike me vete, apo duhet kesh edhe forcë shtetërore, edhe diplomaci aktive, edhe strategji të mirëfillt shpëtimi? Pa diskutim që nuk mjafton, aq më tepër për një vend si Kosova, që është një vend relativisht i vogël dhe që kufizohet me një vend që e ka coptuar, ka shkaktuar genocid nga njëra anë, por nga ana tjetër edhe nga një vend tjetër pak më poshtë, i cili pavarësisht se flet një gjuhë, lideri i cilës bashkëpunon dhe flirton në mënyrë të vazhdueshme gjithmonë mbi bazën e interesave kombëtare të Serbisë, duke u përpjekur në momente shumë të rëndësishme, dhe më lejo këtu të theksoj Ballkanin, qasjen e kryeministit Rama për Ballkanin e hapur, i cili nuk ishte asgjë tjetër vetëm një instrument në fakt ekonomik, por i thojza për politik, se po që ekonomik është edhe politik, për t'i futur të gjitha vendet nën thundrën ose nën kontrollin e Serbisë. Do duhet që të thellohen, të forcohen, të rritet masat e sigurisë, të rriten institucionet e mbrojtjes, duhet sa më shpejt që të garantoj paprekshmërinë Kosova të antarësohet në NATO, dhe këtu ka rol vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, askush tjetër nuk ka fuqi për të realizuar këtë, dhe do duhet që
kombi shqiptar të unifikohet, të fliste me një gjuhë, të fliste me një gjuhë diplomatike, nuk flas me gjuhën e përditshme, me një gjuhë diplomatike. Pra kudo që kërcënohet shqiptari, qoftë Maqedoninë e Veriut, qoftë Malin e Zi, qoftë në Greqi, qoftë Kosovë, qoftë Serbi, faktori shqiptar duhet ishte i unifikuar, sepse vetëm i unifikuar do të projektonte forcë. Dakord. Bashkimi Kombëtar është një çështje e madhe që trazon shpirtrat e shqiptarëve. Në këto kushte që është bota, kolonel, pas një diskutim që Bashkimi Kombëtar është domosdoshmëri strategjike dhe mendoj që duhet ndërtuar mbi hapa realist, ekonomi, institucione, koordinim kombëtar i gjithanshëm. Bashkimi Kombëtar, kolonel, është një domosdoshmëri historike apo një ide romantike shqiptare? Pa diskutim që është domosdoshmëri, e madje unë do të thoja është një domosdoshmëri strategjike. Për shkak se ajo që ka ndodhur shekullin e kaluar duhet të korrigjohet dhe unë mendoj se tashmë është momenti. Tashmë që bota po futet në një riformatim të ri, dhe ju e keni thënë, por unë e kam thënë për gjatë disa viteve më parë, do të kemi shkepje të një pjesë të madhe të popujve të kombeve, një pjesë do të përfitojë, një pjesë do të përballet me padrejtësi, por ky është momenti i cili mund të krijojë kushte që edhe kombi shqiptar të bashkohet, nuk do të bashkohet ndoshta në masën që ka qenë më parë, pavarësisht se këto objektiva, këto që sapo themi ne tani, nuk do të guxonte asnjë politikan shqiptar të deklaronte, por që unë mendoj që është momenti që sigurisht edhe në bashkëpunim, edhe në bashkëveprim të plot me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të krijoheshin kushtet që edhe Shqipëria të bashkohej në mënyrë që të gjithë shqiptarët bashkohen në rajon. Kolonel, ka politikanët me kollare, ne jemi pa kollare sot, edhe ti edhe unë. Politikanët me kollare që presin që të marrin miratime ambasadash që mos të digjen, që mos të i nxjerrin, e dim se kujt i kanë shërbyer për 34 vjet. Bota po ndryshon, ne do t'i themi ca gjëra hapur në kuadër të diskutimit, jo në kuadër të shkaktimit të turbulencave apo destabilitetit Ballkanit. Po flasim për çështje emergjente, ne jetojmë në një botë që të gjitha kombet e projektojnë ekzistencën e tyre mbi formën, jo mbi forcën dhe jo mbi romanticizmin, as mbi poezitë e William Shakespeare-it. Sot ti ekziston nëse je i fortë, nëse nuk je i fortë, ti automatikisht zhdukesh dhe kaq, nuk ka pjesa tjetër, është histori kot. Në këto kushte që klasa politike shqiptare, kolonel, e ka çuar vendin dhe e ka çuar situatën shqiptare, a mendon se sakrifica sublime e Adem Jasharit, e UÇK-s, e njerëzve që dhanë gjakun dhe jetën për këtë tokë dhe për këtë kombë, e meriton gjaku i tyre një klasë politike si kjo? Absolutisht jo. Madje meriton ta neverisi një klasë politike si kjo. Të shuhesh me gjithë familjen, të japësh lulen e rinisë, të shkrihesh, të tretesh, të vesh gjakun e familjes gjithë në dispozicion tokës, të kombit, atë dheut, Shqipërisë, shqiptarisë. Nuk dua të jem një nacionalist romantik sot, por ndoshta na lejohet të emocionohemi pak si ditë pavarësie dhe ditë feste, por është dhe ditë revolte njëkohësisht. E meriton të ai gjak të tradhik aq të madhe që po i ndodh shqiptarëve, sepse ka pas heroj ky komb, kolonel. Liria ka pas një emër, por edhe tradhtia nuk është pa emra fare. Absolutisht, keni plotësisht drejt. Jemi në këto kushte që po shkon bota. Kombi shqiptar, kolonel, në shekullin e 21, në kushtet që gjendemi, Kosova është tërësisht pa koordinim me Tiranë. Dje ishte Rama tek Albin Kurti e priti, i hapi derën, po i mbylli skenën. Shkojnë Prishtinë për t'u treguar
lojtarëve të rendit të ri botror se unë e kontrolloj Kosovën dhe jam lideri i shqiptarisë. Zoti Kurti refuzoi të dalë në konferencë për shtyp për t'i thënë që jo, unë nuk jam i këtit. Ky nuk më ka në xhep mu. Pra është zyrtarisht ne nuk ram dakord për çfarë u fol brenda dhe s'ka konferencë shtypi të përbashkët. Shqiptarët kolonel në shekullin e 21 a do të arrijnë ndonjë fitore strategjike apo do të vazhdojnë të ekzistojnë për mbijetesë? Kam një përgjigje shumë të shkurtër. Shqiptarët do të arrijnë një fitore strategjike, do të avancojnë më tej interesat e tyre kombëtare vetëm kur të çohen nga gjumi. Janë duke fjetur gjumë, sidomos e kam fjalën për qytetarët e Shqipërisë, të cilët vazhdojnë të flenë gjumë ndërkohë që vidhen, tallen, shkatrohen një pjesë e madhe e popullit shqiptar, e rinia pothuajse plotësisht po largohen vetëm kur të zgjohen nga gjumi dhe vetëm kur të bashkohen për t'i larguar një herë e përgjithmonë ata të cilët i kanë shkaktuar një dhimbje kaq të madhe popullit shqiptar dhe që po i në mënyrë të organizuar po i largojnë nëpërmjet varfërisë, nëpërmjet mungesës të ardhmes, arsimit, sigurisë, shëndetësisë, ekonomisë, të ardhmes. Dhe në këtë garë, midis se kush është lider i shqiptarëve dhe ajo që të merron plotësisht Ramën, është iku në Kosovë, u kthy me bisht në shalë, sepse tentoi të hiqej sigurisht e ky lideri i shqiptarëve në Ballkanin Perëndimor, ndërkohë që këtë luftë paktën deri tani me shumë sukses e ka fituar kryeministi Kurti. Kolonel, në vitin 2018-2019, shumë lider rajonal dhe ndërkombëtar folën për zgjidhje territoriale, madje shkuam deri tek korrigjimi i kufive, sepse kishte presion për një marrëveshje finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, presion i cili vazhdon të jetë edhe sot. Disa menduan se një kompromis i tillë për ndarje territoriale mund të zgjidhte çështjen dhe konfliktin me Serbinë, dhe kjo hapi një derë tepër të rrezikshme dhe një precedent tepër të rrezikshëm në Ballkan. Fatkeqësisht Hashim Thaçi ishte pjesë e kësaj logjike. Rama vazhdimisht ka qenë mbrojtës i të gjitha tezave nga shkëmbimi i territorëve, që zgjidhja territoriale, nga mini Schengeni ballkanik, tek Zajednica, tek asociacioni Bashkësia e Komunave Serbe, ishte naivitet i Thaçit ky kolonel, ne kemi thënë që llogaritë politike do t'i lajnë brenda shtëpisë tonë, jo në Hag. Hag është UÇK-ja dhe UÇK-ja duhet vinë shtëpi se UÇK-ja është lufta më e lavdishme. Sot ka një lojë të re që bëhet në Ballkan. Një Ram që merr flamurin e patriotit dhe mbrojtësin e kauzës UÇK-s me Ali Ahmetin me Taulant Ballën dhe shkojnë në Prishtinë dhe bëjnë dhe në Tiranë, ndërkohë që në të njëjtën kohë ishin të njëjtët persona, të cilët folën për idenë e shkëmbimit territoreve, folën për idenë e ndarjes për mini Schengenin ballkanik. Thaçi kolonel Ratek, kurthi Edi Ramës në Tiranë apo ishte pjesë e naivitetit tij politik? Jo, nuk ka qenë asnjëra as tjetra. Thaçi ka qenë pjesë e kësaj që do të elaboroj tani me detaje. Urdhëron. Të nderuar Bashkomas të Kosovës, i siguroj që kjo që po them tani është 100% e vërtetë. Dhe këtë askush më mirë se Rama nuk e di. Në të gjitha planet që janë bërë për Kosovën, të gjitha janë bërë në zyrën e Vučićit në Beograd në prezencën e Sorosit Junior.
Në Kjo të është e gjithë fortë, rast, kolonel, kjo është e fortë, prit pak. në të gjithë, unë kam informacion se kam informacion nga brenda. Të gjitha planet janë bërë në Të zyrën e gjitha Vučićit në Ballkan, të me gjitha mbikëqyrje të Sorosit. të gjitha planet për ndarjen e Kosovës, për veriun e Kosovës, Mhm, për komunat serbe, mhm. janë të futura në tre frames, golden Fragmente. frames, tek zyra e Vučićit në Beograd, në prezencën e Ramës dhe të Aleksandr dhe të Sorosit Junior. Dhe Hashim Thaçi Thaçi i ndiqte në distancë? ka qenë i dakordsuar me këtë skem dhe Aha, Thaçi se kjo ka dalë edhe nëpër media. aha, Kurse kjo që organizimet, mhm. planet, hartat, të gjitha janë bërë në mbikëqyrjen e Sorosit. Kjo është e padiskutueshme. Tani, kushdo që t'ja çojë këtë video Ramës, thotë bravo i qoftë se pas ka informacionin nga brenda. Aha. Tash në golden frames, në harta. Harta prej Floriri. Pra kjo tradhti ka emrin brenda ka dhe kryeministrin shqiptar Edi Rama. Tani, pse e ka bërë këtë Rama, dali ta tregoj para popullit, nuk e di. Por që kjo është e vërtet 100%, 200%. Dhe për këtë kanë informacion edhe agjencitë e inteligjencës. Së pari. Së dyti, sot askush nuk bën asgjë pa qëllim, pa objektiv. Pra sot nuk ka gabime të rastësishme në këtë nivel. Se ky është gabim, nuk mund të quhet ky gabim i rastësishëm. Jo, Kjo fajin është është gabim. marrje strategjike e cila dëmton përfundimisht Kosovën. Dhe unë, për vëllezërit e mi kosovar, kam bërë mbi 50 shkrime për rëndësinë e ujmanit, për rëndësinë e veriut, për minierat, për mineralet, por edhe për rëndësinë strategjike të veriut të Kosovës, të komunave, dhe kaq ka qenë mundësia jonë, nuk kemi pas mundësi më tepër. Por në shtesë të kësaj, unë kam pas mundësi për të dërguar informacione edhe në institucionet më të larta dhe për të gjithë ata që e dëgjojnë e dinë që deri tek Shtëpia e Bardhë dhe tek Departamenti i Shtetit për rëndësinë e këtyre, pra pengimin e këtyre propozimeve. Atëherë, UÇK-ja, liria e pas ka emër, por edhe tradhtia pas ka emër. Nuk qënë ka pa emër, nuk është pa kartë identiteti, qartë. Në të gjitha projektet që ka qenë lënia e Kosovës jashtë, mini Schengeni Ballkanik, ulja me Vučićin dhe lënia e Kosovës jashtë, të cilën Rama e trajtoi si marrëveshje që mbetet ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë. Kosova mbetej jashtë sepse kjo ishte vetëm çështje ekonomike. E justifikoi Rama aso kohë që kemi të bëjmë me një projekt rajonal ekonomik për në Kosovë, dhe kjo ishte qartazi anashkalim i Kosovës, bosnjëzimi i Kosovës, hapja e gjykatës, votimi i gjykatës speciale, shkoi Rama, i bëri Hashim Thaçit, i bëri presion atje. Thaçi mendoi që Gjitha janë projekti Sorosit i dashur Krishnik. Janë boge zyra në mes Vučićit dhe Ramës. E zyra në Beograd i dashur. E marrëvesh. Mere pyete Ramën publikisht. A është i vërtet ky fakt apo s'është? Që t'i jap edhe datat se kur. Me data. Ai nuk i përgjigjet dritares tonë, sepse ai dritaren tonë e konsideron molotov mediatik. Molotovët tha dalin, tha për natë, më gjuajnë mua, tha, po unë jam i pastër, unë jam shenjtori i madh i cili do të shkojë tek Donald Trumpi dhe do shpëtojë Shqipërinë dhe shqiptarët. Ajo është gënjeshtër tjetër, po besoj që do flasim më për atë. Ja do vim aty tani. Në këto kushte që gjendet shqiptaria, kolonel, Rama shkoi dje në Kosovë për të dhënë mesazh botës së re që e ka në Kosovë. Zoti Kurti i tha, jo, nuk e ka ky Kosovën në xhep. Sepse Rama, me sa duket,
nuk po e merr pazarin për të qenë lideri i shqiptarëve ke leadershipi i botës re, pa kontrollu edhe Kosovën. Ky i ka dhënë me sa duket premtim e ka mund Kosovën në xhep. Kurti është gozhde fort dhe Kurti i tha dje nuk më kanë xhep, i tha botës. Ky ka thënë shqiptarëve do shkojnë në Washington. Basti i këtij për bordin e paqes është bixhoz politik i Edi Ramës, loj e kazinos politike, strategji e kazinos politike të rilindjes, apo është thjesht një komardare që po ja hedh Trumpi në mënyrë që ky të mos mbytet tani, por të mbytet atëherë kur i vjen koha. Kreshnik, në momentet që ndodhet sot bota, por duke e çuar në mikro edhe përsa i përket Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor, nuk ka diskutim që kjo është një komardare momentale për shkak se të gjitha reformat, të gjitha vendimet që po ndërmerr në nivel administratash, bashkëpunimesh politike, por edhe për ardhmërinë e qeverive të caktuara, Rama nuk ka asnjë lidhje me administratën Trump. Bie kundra për sinalohen, për trafiqet, për droget, për luftën kundër korrupsionit e me radhë. Është vetëm thjesht, dhe këtë përgjigje e kam edhe për gjithë ata që na ndjekin, të cilët i vlerësojmë dhe i respektojmë pa mas. Koha politike që po blen me paratë e vjedhura nga shqiptarët, Edi Rama, nuk është rezultat se po pranohet në klubin e ardhshëm të liderëve të cilët do të vazhdojnë të drejtojnë vendet caktuara, nën mbikëqyrje apo në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po është një kohë politike e cila do t'i jepet deri në momentet që do të gjenden lider të tjerë politik të Shqipërisë. Për shkak se ajo që nuk arrin ta kuptoj kurrë populli shqiptar, sepse e kanë myt një pjesë dordolecësh e bombardojnë nëpër mediat me gënjeshtra, është sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë luksin që të krijojnë kushte në Shqipëri për revolta, për trazira, sepse vëmendja dhe investimi amerikan është në lindjen e mesme, në Irak, në Iran, po edhe në lindjen e mesme, edhe në Irak po të dushti, tashmë edhe pak në Afganistan dhe në mënyrë të veçantë në mbylljen e konfliktit Ukrainë dhe në Kinë. Kolonel, ta lidhim pak Kosovën që ta kuptojnë shqiptarët se ne kemi thënë vazhdimisht, ne bëjmë mikrokirurgji, nuk tregojmë lajmet këtu. Ne bëjmë mikrokirurgji, makro dhe mikro. Izraeli dje ka marrë vendim për të shënuar, regjistruar në pronësinë e Izraelit bregun perëndimor. Çka do të thotë fundi i çështjes palestineze të paktën në letër. Tani, të gjitha konventat ndërkombëtare, Këshilli Sigurimi, Oslo 1, Oslo 2, Madridi, Arafati, çfarë kanë hikën të gjitha në kosht plerave me një vendim të Netanyahu's dhe Smotrich. Palestina ka mbrapa 400-500 milion arab, ka dhe ja 1.8 miliard musliman. Po presin Ramazanin, inshallah i gjesh nosh dhe ja pranon gjithëve. Amin. Dhe ka ngel mes 4 rrugëve Palestina. Kosova, kolonel, ka 100 e sa njohje ka Amerikën, shpresojmë nga pas. Kur kjo peshë e madhe iku dhe mori një goditje kaq fatale në zemër të lindjes mesme, a rrezikon Kosova, kolonel, të shkojë të ekspozohet ndaj rreziqeve të tilla të mëdha, apo mund të themi shqiptarëve që Serbia nuk është Izraeli? Pa diskutim që nuk ka asnjë lloj analogjie kjo punë, edhe për shkak se Serbia nuk është Izraeli, Serbia ka vetëm Rusinë mbrapa, një Rusi e cila pavarësisht fuqisë ushtarake nuk ka fuqi tjetër përveç fuqisë ushtarake. Dhe këtë e kemi parë në Ukrainë, me gjithë avancimin në 21-22% territore deri aty e ka fuqinë.
Kurse Izraeli është tjetër gjë, sepse Izraeli e ka forcën për shkak të fuqisë që implementon në të tre nivelet e politikës amerikane. Në Senat, në Kongres dhe drejt për drejt tek çdo zyrë e presidentit Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kosova është tjetër çështje, interesat kombëtare të Shtetet Bashkuara të Amerikës, lindjen e mesme janë tjetër, dhe interesat e Shtetet Bashkuara të Amerikës në Kosovë janë tjetër. Janë tjetër për nga rëndësia, jo se janë njëra më e madhe, tjetra më e vogël. Njëra ka rëndësi më të madhe për shkak se energjia gjendet aty, për shkak se 6 vendit dhe GCC janë aty, për shkak të agresivitetit Kinës për të fut Rusisë dhe jo vetëm. Dhe fuqisë që projekton Irani përballë vendeve suni. Kurse Kosova nuk ka shanse, sepse është investimi drejt për drejt i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe nuk mund të themi që ka vend për paralele. S'mund të kemë, nuk ka paralelizëm. Qartë, çfarë do të thotë në thelb ky aneksim i bregut perëndimor? A do të thotë që çështja Palestinës u mbyll, kolonel, apo thjesht jemi në kuadër të projektit për Izrael të madh dhe planet e Netanyahus për të mbajtur veten në lojë? Pa diskutim që jemi në planet për krijimin e Izraelit të madh, por e them me shumë dhimbje, këtë që po them tani, për sa kohë që do të vazhdojnë aneksimet e paligjshme, për sa kohë që do të vazhdojnë dhunimet dhe injorimet e ligjeve ndërkombëtare, rezistenca do të vazhdojë, Krishnik. Qartë. Mbriti. Par nga ky këndvështrim kthehemi prapë tek realiteti jon. Amerika është e shpërqendruar në gjithë botën, siç e thatë ju. Jo se nuk ka fuqi të merret me të gjithë. Por pa diskutim që fokusi i saj është atje ku është rreziku më i madh, atje ku është fitili më i madh, atje ku është baruti më i madh, është përqendruar me gjithë energjitë tani në Iran. Ministri i jashtëm i Iranit Abbas Araghchi ka dalë dhe ka thënë që ram dakord në Vjen për një draft të parimeve mbi të cilat mund të diskutojmë për një marrëveshje të mundshme. Amerika është investuar atje. Pas Abraham Lincolnit, luftanies ka shku tashmë Gerald Fordi, e gjithë Amerika ka zbarku atje dhe 40.000 trupa. Tashmë 40.000 kanë zbrit atje. Që duket që përplasja me Iranin është kështu në tym. Duke pas parasysh që Amerika ka gjithë fokusin këtu. Në Shqipëri, Rama po tenton të ngjitet tek barka e Trumpit, po zbret nga barka e europianëve, po bën akrobacinë e fundit, po vë bast që do ta shpëtoj Trumpi etj etj. Trumpi, strategjinë e lëvizjes tij është unpredictability, është pa parashikueshmëria. Në momentin që Trumpi bën marrëveshje, ti mund ta hash shpullën mas qafe direkt, sepse ky është Trumpi, biznesmeni që merret me politikë. Në këtë kuadër, kolonel, dhe në kuadër të rreziqeve të mëdha në Ballkan, ku Serbia po bëhet agresive, po vjen në Tiranë, po bën me televizion në Tiranë në zemër të Tiranës, po kontrollon një pjesë të madhe të ekonomisë shqiptare nëpërmjet oligarkëve. Dominimi nuk bëhet sot me ushtri, bëhet me televizion, me biznes, me para, me oligark, me të gjitha. Në këto kushte, kolonel, me çfarë ushtri? Me çfarë ushtrie? Me ushtri me 10 topa, me 15 topa. Ushtria sot është paraja, financat, biznesi, media. Në të njëjtat kushte kur Shqipëria dhe Kosova, kolonel, ndodhet me këto sfida dhe me këto rreziqe të jashtëzakonshme, në Tiranë ka disa personazhe të cilët në thelb e kanë brenda në karakteristik edhe dramën, edhe humorin, edhe tragjedin, edhe komiken, edhe tragjikomiken bashk. Personazhe të cilët pretendojnë, kanë ardhur nga Amerika, përfaqësojnë Amerikën, dhe detyra e këtyre është t'i fusin një shiring në qafë shqiptarëve, një lidokain, një qetësus, një valium dopio, t'i vënë në gjumë, mos bëni asgjë, as mos u rebeloni, as mos u ngrini, as mos kundërshtoni, as mos bëni protesta, as mos u bashkoni në Amerikë,
as mos shkruani peticione, as mos u mblidhin në Michigan, çdo gjë që i dhëmb Edi Ramës, këta përfaqësuesit e Amerikës, kinse, u thonë shqiptarëve, mos u merrni me asnjë nga këta se janë spionat e sigurimit shtetit, janë oficera, janë kolonela, janë pazarxhi, janë spion të lindjes mesme, që mund të jem dhe unë, hipotetikisht spioni i lindjes mesme, apo i lindjes. Ky lloj valjumi kolonel që i bëhet shqiptarëve, kjo lloj shiringe nga personazh tragjikomik, nga personazh që nuk artikulohen shqip, nga personazhe të cilët kërcënojnë dhe flasin në emër të Departamentit Amerikan të Shtetit. Ndoshta pjesë e madhe e shqiptarëve nise qesh kolonel, ju keni qenë i targetuar, unë i targetuar dhe vazhdojmë të jemi. Pra sa herë ne bëjmë një emision që i dhëmb Edi Ramës, tragjikomedia futet në lojë dhe na masakron, po bën del çdo ditë dhe çdo natë me një gjilpër, me një shiring të mbushur plot e përplot me morfin dhe me valium. Morfina kolonel përdoret kur i vdekuri ka dhimbjet e forta të kancerit dhe në shtratin e vdekjes i bëjnë morfin që të vdesi qetë. Këta personazh kolonel, kush i investon, që janë këto? Të betohem në Zot që nuk e kam dëgjuar as dje, as sot. Po më kanë thënë njerëzit. Mu më kanë thënë njerëzit gjithashtu. Kreshnik thë, ruhuni se po ju sulmon Amerika, thë. Nuk, po lëre moq, ore, a kupton ti të shit, është turp të kthej përgjigje këtyre budalliqeve. Jo, patjetër. Ajo, mesazhi im është kolonel, unë nuk e kam për tragjikomedin, unë e kam kush fshihet pas kësaj shiringe. Atëherë, Ka morfin, ka dhe valium. Obligimi im ndaj mira shikuesve që kemi, Po, është t'ju them të vërtetën për diçka, sot dhe t'ju them 100% të vërtetën. Kreshnik Osmani ka pas vizionin e qartë që të më thoj që para 2 vjetëve dritan. Ky, po të citoj fjalët e tuaja që e ke gjetë 100%. Ky mashtrus është i shërben interesave të Edi Ramës. 2 vite përpara. Sot 2 vite përpara, të jap sot të jap kredite. Unë kam mbrojtur forma diplomatike për të mos përdor fjalor ordiner, por mesazhi im për gjithë ata që dëgjojnë është: mos dëgjoni gënjeshtra nga mjezi në darkë. Imagjinoje sa shqetësuar Edi Rama, Kreshnik, nga organizimi që po bëjmë ne në Amerikë, sa nuk ka lënë njeri pa më marrë në telefon, vetëm javën e kaluar, më kanë marrë mbi 50 njerëz shërptorët e Edi Ramës, çfarë do nga ne, vetëm mos vazhdo më. Dhe arsyeja që ky Dordoleci tenton është sepse kërkujton ai se unë nuk do dal me Kreshnik Osmanin. Dhe më e forta është që sa herë që më godet, më merr në darkë, pastaj thotë jo, thotë nuk i kisha me ty, thotë, më ke keq kuptuar. Unë kam respekt për ty. Çi? I them këtij profesorit të dashur, nuk kërcënohet njeri me budalliqet që thu ti, se ti s'ke fuqi me ngrit breket, jo me heq pashaporta e me dënu njerëz, pa ne shiko ato hallet dhe ato problemet që ke, shumë duke se ka thonë, heq ka pashaporta, ku dinu se që ka thonë. Jo, kush merret në Michigan, kush organizohet, janë spion të Ramizalis, janë kadetët e ushtrisë. Spionët e Ramizalis janë këto më vlla, ne jemi të kohës demokracisë. Ç'lidhje kemi ne me Ramizalin? Ne jemi njerëz që kemi shërbyer për Amerikën. I kemi shërbyer në luftë, në frontet e luftës në Afganistan, në Irak, e në vende të tjera që se themi dot këtu. Ne jemi njerëz që kemi shërbyer këtij kombit dhe vazhdojmë të shërbejmë sa herë na e kërkojnë. Po jo nëpërmjet opozitës, për të mbrojtur me të gjitha format. Tani u vërtetu plotësisht që ky
i bën opozitës shqiptare për të mbrojtur me të gjitha format Edi Ramën dhe tashmë u vërtetu plotësisht që financohet nga Balluku. 100%. Shqiptarët, jo më larg se dje Kreshnik, kemi bërë zoomin e radhës Po. me 24 shtete, një zoom në cilët po bëhet organizimi i diasporës dhe ne nuk pjerdhim fare për njerëz të cilët janë qesharak për shkak se sot kombi shqiptar është në rrezik dhe sot kombi shqiptar që është në rrezik ka nevojë për njerëz të përgjegjshëm, njerëz cilët e duan kombit, që kanë shërbyer kombit, që nuk i kanë marrë 1 cent kombit, dhe pikërisht kjo është fuqia jonë, Kreshnik. E imja dhe e jotja, se nuk kanë asnjë mundësi, edhe pse përpiqen të shpikin apo se të shpifin ose të gënjejnë, nuk kanë asnjë mundësi që të na kërcënojnë, sepse ne nuk kemi marrë 1 cent, nuk kemi shkel një herë ligjin, as në Shqipëri, as jashtë Shqipërisë. Dhe për ta përmbyll, këto çunat e ri që organizojnë këtë, se nuk jam unë organizatori, nuk jam unë, po t'isha unë organizatori, dakord, unë po i mbështes me lidhjet që kam në gjithë Amerikën. Është një grup njerëzish, Teddy Mene, për shembull, që është kryesori, që organizon këtë, unë po e asistoj sepse duhet, Kreshnik, që eksperienca jonë, respekti dhe lidhjet që kemi në gjithë Amerikën, por edhe në gjithë Europën, t'i mbështesim këto djemtëri për këto sfida, për këto nevoja gjeopolitike, për mbijetesën e kombit shqiptar, në mënyrë që t'i tregojmë Amerikës deri në Washington DC, se kush është Edi Rama dhe qeverisja e tij. Përsa i përket këtyre pastaj, këto vetëm të shtrëngojnë rrypin e të gënjejnë atë pjesë të vogël shqiptarësh, sepse nuk kanë asnjë mundësi, asnjë fuqi. Amerika ka ambasadë, ka përfaqësues, ka agjenci, ka njerëz cilët e mbështesin, nuk është Amerika estrat që s'din të lidhin as dy fjali. Kolonel, u bofshi 100 vjeç. Këtu e kam hallin unë. Pra, përveç një gjylpëre morfine që i bëhet shqiptarëve në këtë moment, këtu duket që është strategji e qëndisur me kujdes. Nga Edi Rama. Pas një diskutim, sepse ai do që të Edi Rama e drejt për drejt. Shqiptar është i financuar nga Edi Rama. Sa herë ne sulmojmë Edi Rama, pop, dalin këto qibanët. Tani Qibanët e Ramizalis, vetë Ramizalis, pa diskutim. Po jo, po e kanë thënë vetë ata. Po nesër në lidha si gjë me Ramizalin. Po jo, ata vetë e kanë pranuar që unë i kam dhënë këta, edhe Berisha, Ramën, çka ka klasë politike i kam emëruar unë, dhe do t'i heq unë, dhe do t'i vej unë. Mua më duket, kolonel, është një goditje e dyfisht këtu, njëra që t'i fusim shqiptarëve një shiring morfin këtu. Mos jep kaq rëndësi. Jo, po bëhet morfin. Duke gjën shqiptarët e gjën për gallat. Për gallat. Nuk besojnë më shqiptarët, rrena nesër arrestohet ky, pas nesër arrestohet ky. Nuk besojnë më shqiptarët apo. Shqiptarët besojnë ne që na marrin nga 150.000 veta në ditë. Shife Facebookun, 150.000 veta në ditë. Gjojnë emisionet tona, 150 deri në 500.000 në ditë. Me 3 rrjetet, me TikTok e me të gjitha. Kjo është dëgjueshmërinë. Atje gjëja stat. Jo, po është shumë e hollë kjo që luhet, kolonel, se tash ndërrosh Amerikën në estrad, ta bësh se as Rafmet pas shpirti me i fjalë edhe Fadil Hasa kur bënte në i Barsalet për ambasadën amerikane me i fjalë qeshni shqiptarët. Këtu po bëhet Amerika estrad, kolonel, me i fjalë del lloj humoristi. Jo, Amerika nuk bëhet estrad. Jo, po tentojnë ta bëjnë estrad, lloj karikaturash, kolonel. Tenton ta bëjë Edi Rama. Njerëzit me dordolecat e tij që i financon. Amerika është nën tjetë ylli polar i shqiptarëve. Pra ka plan për ta bërë Barsalet, pra kjo është ideja. Se kështu bëhet Barsalet. Deklaratat dhe aktiviteti i përditshëm i zonjës Nancy në ambasadën amerikane është i qartë. Në luftë kundër korrupsionit, në luftë kundër goditjes drejtësisë, populli shqiptar duhet hapi sytë dhe veshët të drejtohet, orientohet tek deklaratat e
përfaqësuesve të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Amerikë në Tiranë, të cilët si asnjëherë më parë i kanë mesazhet 100% kundër qeverisë. Atëherë, unë kam thënë të njëjtën gjë, por nuk kam as pak qëllim të merrem me persona caktuar sepse nuk meritojnë as një minutë këtu. Ajo që unë u mora, kolonel, është makro, figura makro në këtë moment që po kalon Kosova dhe Shqipëria, to turbulencat e mëdha, dalin njerëz që po investojnë fuqimisht, ta shndërrojnë këtë histori në një estradë të madhe. Pra njerëzit duhet i kuptojnë ca gjëra, ne nuk merremi me askënd sepse nuk kemi kohë të merremi me personazhe, dhe unë e kam thënë, unë e lexoj qëndrimin amerikan për Shqipërinë, çfarë thot ambasada, kaq. A marr e analizoj dhe mi bazën e asaj përpiqem të kuptoj se ku do me dalë Amerika. Por nuk merrem fare me këto historia. E kuptoj dhe nuk më vjen mirë që ka figura tragjikomedike të cilat po tentojnë të shndërrojnë fuqinë më të madhe në botë, ta shndërrojnë në Barsalet. Kjo duhet ndalur, mendoj unë, por nuk e bëjmë dot ne, duhet ta bëj dikush tjetër. Edi Rama e vazhdoi misionin, kolonel, e çoi deri në fund 242-shi ligji kodit penal, u ndryshu, nuk pyes njeri, tha. Antarët e Spakut, drejtuesit e Spakut, tha janë zhaba, mi, hardhuca, nuk do të hynë tek shtëpia e lloj-lloj zyrtari. E ndërtoi barrierën për të shpëtuar vetë në vetë. Modifikoi ligjin, amerikanët, zonja Varnhorn, zonja e ngarkuara me punë ambasadës amerikane, ju hodh prap në sulm dhe i ka thënë, mos prek ligjin, ky po vazhdon. Ku do shkoj ky kolonel? Është fundi. Ish fundi çdo diktatori. Pra mendon që nuk ka më zgjidhje, pra do bëj deri në fund? Absolutisht. Peshnik, ti e njeh shumë mirë, për te modestisë, ti e njeh shumë mirë si funksionon politika jashtme amerikane, me diktatorucët si puna këti. Ky është nobody, e thënë në anglisht, kërkushi. Mos është i nevojshëm, kolonel? Askush më mirë se sa Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e njeh këtë. Askush më mirë se sa. Fitoi kohë, shkoi te Bin Zayedi, mori një dekorat, dihet lidhja e madhe e Bin Zayedit me Netanyahu, shkoi dhe Netanyahu, bëri një teatr atje, u tall gjithë Kneseti me të, si kloun. Për atje shkoi te Papa i Romës, e mori e holli për bëthësh për jashta, nga Papa i Romës, pastaj edhe sfundi shkoi në Kosovë, e peti, por t'i tregu këtyre që unë e komandoj, unë jam lideri, edhe i futi shkop bëdhve, i shkel bëdhve Albin Kurdi, dhe iku me bisht në shalë. Po ndron ligjet, le të vazhdoj me ligjet, le të vazhdoj me të gjitha, ju e dini si funksionon politika amerikane, a i do shkoj atje si përfaqësues i Shqipërisë, sepse fatkeqësisht nuk ka përfaqësues tjerë, kanë përfaqësues të tjerë, ca të tjerë që i kanë emëruar në përzyra të tjera nuk kanë aftësinë dhe kapacitetin as për të hap gojen, përveç se për të hangër një paçe pilaf, thot një shoku im këtu. Edhe do vazhdoj edhe pa kohë. Është ajo që e manë Edi Ramën në pushtet, është koha e tij politike për shkak të llogarive amerikanes sapo të krijohet një klasë e re politike. Kaq, pik. Pra është oksigjen momentan. Ky nuk e di nëse bini dakord me analizën time. Jo, unë jam plotësisht dakord. Plotësisht dakord, unë thjesht e shoh në një dimension, pra përpiqem dhe tentoj t'i hedh dritë nga gjitha anët në tentativë, kolonel, për të zbardhur pyetje dhe dilema që mund t'i kenë mira dëgjuesit që na shikojnë, që mira shikuesit që na shohin. Ata bëjnë pyetje, shohin, po mirë, po jeni të mirë shumë, po çfarë mund të bëni më shumë, po duhet të bëni më shumë, po duhet të organizoheni, ti me kolonelin e njëra tjetra. Pra njerëzit kanë pritshmëri të larta, njerëzit nuk e dinë që kjo botë është shumë e vështirë, kjo luftë është shumë e vështirë, dhe këtë luftë nuk e bën dot koloneli me Krishnikun, duhet ta bëjnë gjithë shqiptarët, kudo ku janë, ne kemi detyrë të japim syt atyre. Ky rivalitet, nëse na duan ne të zbresin atje në shesh,
dhe ne jemi gati të drejtojmë në shkëmbim të asnjë pozicioni politik. Për krijimin e një kase të re politike dhe të mos harxhohen asnjë sekond tjetës tyre të mashtrohen nga figura qesharake, qofshin këto politike apo këto që financohen nga krimi organizuar, nga Belinda Balluku, nga Edi Rama, sa herë që janë që dalin kështu në sipërfaqe, sa herë që Rama është në halltmall, dhe ne jemi të gatshëm të drejtojmë, në rast se duan të krijojnë mas, hajde të krijojnë mas, jemi të gatshëm të bashkëpunojmë për të zgjedhje politike. Në shkëmbim të asnjë posti, asnjë përfitimi politik. Madje ky personazhi edhe na ka afruar ne. Po ne s'kemi qenë qesharak, dalim të bëjmë gallate ta djegej politikisht. Të dalim si ministrat e tij. Unë këtë nuk kam për t'ja harru Edi Ramës sa t'jem gjallë, kolonel. Këtë tentativën për me të përvëlu gjitha çfarë ka lidhje me mu, jo me Shqipërinë. Ka qenë plan i organizuar për të na djeg. Po kështu, si qofte, unë ta kam thënë para 2 vitesh gjithsesi. Ne e vazhdojmë. Unë nuk e besoja. Unë nuk e besoja që ai do shkonte deri aty sa që të ishte shërptor i Edi Ramës nëpërmjet Belinda Ballukut. Tashmë u vërtetu plotësisht. Qartë. Në Washington, kolonel, ka midterm elections që do t'jenë bombë, do t'jenë shumë ndikuese. Në këto kushte që gjendet Amerika, dosjet e Epsteinit, a mundet të jetë Edi Rama duke prit nëntorin që të shohë se çfarë do të bëjë me anijen e tij? Pra mendon si ajo pjesë që thot Edi Rama ka tradhtu sorosianët dhe po tenton të ngjitet tek barka e Trumpit, po ja hoqi fishën Trumpi, ka për të ngel, ka për të mbyt mes Oqeanit Atlantik, apo Edi Rama po pret si do shkojnë zgjedhjet e nëntorit në Amerikë dhe mund të ketë në një leje nga Alexander Sorosi, luaje lojën sa ti shpëtosh furtunalit Trump deri në nëntor, pastaj rikthen loja. Si e shikon këtë ekuacion? Pa diskutim që ai pret zgjedhjet e nëntorit dhe duket qartë që zgjedhjet e nëntorit janë në shumicë absolute pro Partisë Demokratike. Ne jemi organizuar para 2 viteve Kreshnik në një mënyrë të jashtëzakonshme. Unë hyj te kategoria njerëzve që nuk kam dëshirë për protagonizëm, bëj shumë takime, bëj shumë aktivitete, nuk nxjerr asnjë në Facebook, nuk deklaroj takova këtë, hangra darkë me këtë, me atë, siç bëjnë një pjesë e madhe e katunarëve mediatike. Nuk ke komplekse inferioriteti. Të Shqipërisë absolutisht. Pse do të kem komplekse inferioriteti, unë jam njeri i realizuar në të gjitha aspektet. I realizuar për te modestisë edhe më shumë se sa një pjesë e madhe atyre të cilët drejtojnë sot Shqipërinë. Shumë herë më tepër se to. Mos e humbasin fillin. Por një nga kushtet kryesore të republikanëve ka qenë për të mbështetur qeveritë, për të kundërshtuar qeverisjen e Edi Ramës. Dhe unë po të siguroj që aktiviteti jonë do të jetë 10 herë më i fuqishëm kësaj radhe, dhe në mënyrë të veçantë ajo që e trem Edi Ramën dhe dordolecët që financon ai është pikërisht ky moment i organizimit shqiptarëve përpara këtyre zgjedhjeve, sepse do të arrisi ndjeshëm përplasjen ose kërkesat tona, do ta intensifikojnë luftën ndaj qeverisë së Edi Ramës. Ne do t'i vëmë kusht në rast se vazhdon mbështetja e Edi Ramës, duke ofruar, siç ja kemi ofruar në të gjitha rastet informacionet e lidhjes së qeverisë me krimin, por jo vetëm, ne do ta abandonojmë krejtësisht në një sasi shumë të madhe Partinë Republikane kësaj radhe, në zgjedhjet e midtermit. Do të jetë mesazh i qartë. Unë bile kam mundësi kontakti të drejt për drejt me familjarët e tij dhe të siguroj për këtë. Dhe mesazhi, ashtu siç veproj, unë do të jetë i drejt për drejt. Në rast se vazhdonim mbështetjen e këtij, i cili presidentin e Shtetet Bashkuara të Amerikës e ka cilësuar si rrezik kombëtar, rrezik global, ne votat nuk do japim, ne kaq kemi mundësi. Edhe unë kam lëviz, por ti ke lëviz. Ne s'kemi miliona euro për t'i dhënë, por ne kemi votë.
Jo, po sepse shqiptarët, kolonel, shqiptarët milionerë, fatkeqësisht unë i përshëndes dhe i bëj ftesë që të lëvizin ndërgjegjen e tyre kombëtare. Shqiptarët milionerë paguajnë kombëtar të llavaje qindra mijëra miliona euro për të shkuar dhe për të bëa heng dhe nuk paguajnë as i cent. Dhe ju shqiptarë duhet ta dini këtë punë. Sepse me të drejtë i kërkoni llogari kolonel Demiret, i kërkoni llogari Kreshnikut, me të drejtë na thoni boll na shkepët me fjalë lëvizni. A dini se sa kushton lëvizja o miq? A dini se çfarë fondesh hidhin globet e tjera? A dini ç'do të thotë shkosh në kongres e takosh e të lobosh me kongresmene, me senator? A dini çfarë Kosovë ka? Milionerët shqiptar, të cilët kanë sot peshë në Amerikë, në Kanada, në Angli, në Europë, duhet lëvizin nga themelet, ta tundin nga themelet dhe të financojnë për lëvizjen kombëtare, për zgjimin e shqiptarëve dhe për çdo lloj lëvizje që e ndal dorëzimin e Shqipërisë në Jugosllavinë dhe në Beogradin, projekt i drejtuar drejt për drejt nga kryeministri i Shqipërisë. Paguni nga 500.000 euro për inat për të ndu tallava, por nuk paguhet as i cent për Shqipërinë dhe kjo është fatkeqësi e madhe. Dhe ne vazhdojmë dhe flasim sepse nuk kemi më shumë se fjala. Koloneli po lëviz atje. Më lejo të të siguroj që as një peni mbështetje financiare nuk kam kërkuar deri më sot nga askush dhe nuk kam kërkuar deri më sot dhe nuk ka dhënë asnjë. Ajo që i ka tërbuar këto është vetëm një gjë, Kreshnik. Ne po ju djegim maskat, ja u kuptojmë lojën, kemi aftësi dhe mundësi dhe rrjete inteligjencë dhe informacioni për të marrë vesh çdo lëvizje të tyre, kemi aftësi dhe kapacitete për të bërë analiza dhe jo për të bërë estrada me gënjeshtra. Dhe së fundi kemi besueshmëri nga njerëzit këtu në Amerikë. Imagjinoje, në 2-3 organizime që kam bërë unë tani, është masa e cila na është bashkuar këtu, falë edhe këtij portali që ka qenë një ndihmë e jashtëzakonshme, ka qenë shumë e madhe, ka qenë aq e madhe sa e ka tërbuar Edi Ramën dhe veglat e tij për të hedhur në sulm, kur domethënë sulmet e tyre janë qesharake dhe do t'i qerrim maskën, do t'i diskreditojmë. Kolonel, ky kanal shikohet nga 150.000 deri në 200.000 shqiptar, 200.000 shikime vetëm nga Amerika. Mos llogarit Shqipërinë, Kosovën edhe Europën, vetëm Amerika. Dhe unë të thash reaguan nga Bostoni direkt, i lidha me ju, me çunat e Bostonit. Jam lidh me ato të Bostonit. Me Florida, me New Yorkun, me New Jerseyn, me Kennedy, me Connecticut, jam lidh me gjithë, kemi bë dje Zoom me gjithë. Kalifornia gjithashtu, po. Kemi bë dje Zoom me gjithë dhe do vazhdoj organizimi kundra qeverisjes anti-shqiptare. E pa që rrugën e mbarë dhe koloneli ka qenë i qartë. Nuk ka logo partijake, atje nuk flitet as për lëvizja dheu, as për PD, as për PS, as për RFS. Është një presion që i bëhet administratës Trump, si që i bën çdo shtet normal, çdo kombë normal në botë ka lobi. Dhe ju talleni këtu zakonisht në Ballkan apo në Shqipëri tallen me somalezët që janë simboli i fukarallëkut. A dini çfarë fuqi e ka lobi somalez në Washington? Sepse janë popull që lëvizin dhe organizohen, nuk rrin duke ngjuar tallava. Tallavaja ka kohën e vet, ahengu do knojmë, do hamë, do pimë, do kërcejmë, do bëjmë qef, kur ka kohën e vet, kur kemi festa, por kombi nuk mund të lihet në mes të 4 rrugëve. Ky është momenti të zgjohemi, sepse s'ka fol kërkush as për logo partijake, as për ajo, dhe çdo tentativë për të etiketuar kolonelin si njeri i Berishës, apo Kreshnikun Zari Berishës, që Kreshniku flet nga mëngjesi deri ndarë që këta janë bashkë, dhe koloneli ka kohë që thotë që duhet të jetë një klasë e re politike në Shqipëri, tentativa për të na etiketuar si të Ramës apo si të Berishës, është tentativë e dëshpëruar për të na djegur dhe për të vrarë narrativën tonë që thot koloneli, po të shmonton të gjitha sumllat, kopsat e mbathjeve të tyre. Dhe do të vazhdojmë ta bëjmë dhe do t'i qartësojmë shqiptarët, sepse siç e tha koloneli, kemi rrjetet tona, kemi burimet tona të informacionit dhe
mundësinë për të analizuar çdo detaj. Cilat kanë fuqi më shumë se televizionet e Tiranës. Absolutisht. Sot kjo është bota, kolonel, ne kemi shpërthyer për Këto video që i hedhun 110-120.000 shikime drejt për drejt. 120.000 shikime drejt për drejt. Çdo video, çdo postim, çdo gjë. Tu në këtë dritare ka 150. Pa u financu nga askush. Vetëm thjesht duke u thënë shqiptarëve, jo duke bërë estradë Karagjollzik. Duke shqiptarët që do heqin pasaportat. Ai Breksa Lepi do heqin pasaportat. Pasaportet. Ku i do heqin pasaportat? Kjo gënjele do heq pasaportaj. Do kontrolloj ai Senatin, do kontrolloj ai FBI-n, CIA-n, Departamentin e Shtetit. Je në Zoomin e djeshëm, talleshin me personin fjalë të gjithë të studentët, apo aktivistët, jo studentët, e shohin për humor. Të gjithë shtetës Amerikan. Ne jemi të lindur në Amerikë. Po si nxjerr emrat se do mi vrasësh pasaportën. Unë e kam postuar aty një grup të rinj. Pse të marrë unë një gjë për sipër që s'po organizoj unë. Unë po i shtes, po i orientoj se si do të organizoj, po i lidh me fijet tona, bashkë me ato që më ke sjellë ti që janë me disa qindra njerëz. Kolonel, ne thjesht po i unifikojmë. Por eksperjenca jon është për t'i treguar atyre, kshu largohet mjegulla, kjo është skema, këtë duhet bëni, hajde t'ju asistojmë. Kolonel, mos nxirr emrat, lutem, se do mi lesh çunat pa pasaportë amerikane. Mos më bëj. Mezi kanë marrë pasaportat, siç u japim, tha u agrisim. Fantastik, është fantastik. Nëse, në këtë vend ecin gjitha, kolonel, ky vend është shndërruar në laborator. Beogradi do të na shndërrojë në laborator, sepse ka qendra, kolonel, ka ambasada, ka rekrutuar që 70-80 Ne qeshin, po kjo është tragjikomedi, shqiptar, vëllezër dhe motra. Dhe aktivizon në momentet kur ndjehet keq. Sa po bëhet Rama keq, apo sa bëjmë ne në një zbulim këtu, fillon sulmi masiv, me bombardim, me bazuka. Ajo është, unë ndjej një kënaqësi të jashtëzakonshme kur sulmohemi, sepse kjo tregon Kreshnik që jemi në rrugën e dur. Dhe ne do t'ja u zbërthejmë të gjitha skemat, do i diskreditojmë. Jo vetëm para shqiptarëve, po edhe para departamentit të shtetit. Kolonel, kush nuk beson le të presi? Kush nuk beson le të presi? Presi. Letëm të presi. Kush nuk beson të presi? Është gjinof me i shtu në një fjalë tjetër kësaj. Kush nuk beson le të presi edhe pak. Dhe mos harroni kur nuk keni për qenë vetëm. Ju nuk do t'jeni vetëm kur. Do t'i themi këto të vërteta deri në fund. Do t'i zbërthejmë të gjitha skemat, të gjitha manualet e mashtrimit dhe do t'a godasim pa mëshirë laboratorin eksperimental të armiqve të Shqipërisë që e kanë ndërtu dhe po bëjnë eksperiment me këtë popull që është në fazën e parafundit të shuarjes. Jemi në emergjencë kombëtare, duhet lëvizim shpejt. Zoti na ndihmoft, ne, Zoti ju bekoft ju, na ndihmoft ne dhe të gjithë shqiptarin, gëzuar festën Kosovë, Kosova e zemrës, Dardania e zemrës, Ilirida e zemrës, Malësia e zemrës, Lugina e zemrës, Pamëria e zemrës, ku do ku ka shqiptar, rofshi e qofshi e gëzofshim bashkarisht, sa më të fort, sa më të bashkuar, rreth idealit madh kombëtar, rreth gjakut që është derdhur për Shqipëri, rreth sakrificave sublime që janë bërë për këtë kombë dhe për këtë dhe. Vendimi që të ekzistojë Shqipënia u marrë në qiell nga i madhi Zot, dhe atij i lutemi ta mbrojë Shqipërinë dhe shqiptarët dhe miqtë e tyre nga çdo e keqe. Një falënderime, kolonel, për bisedën e këndshme, në emër të gjithë mira dëgjuesve dhe shikuesve që na shohin. Ishte kënaqësi. Kënaqësia është e imja. Kaq kishim për sot, miq të dashur, gëzuar edhe një herë, zhvillime të tjera të mëdha do të jemi aty për t'i parë në nivel makro dhe çfarë po gatuhet
tek laboratori eksperimental i Tiranës. Kaq për sonte nga unë dhe miku im, kolonel Dritan Demiraj, natë e mirë, miru të qofshë.